Biznes të mon. Që biznes e mon? Pazar. Po jo, përse pasi kanë kalu vetingun, po pasi ka kalu vetingun gjyqtarët ta nuk bëjmë pazare gjëra. Po jo, sepse ne dim shumë mirë tani që retorika e kryeministrit është gjykata kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese është në një ngërsht madh ku për ditë po fiton terren dhe po fiton kohë për të mos shprehur një vendim. Një vendim që është absolut për një sistem drejtësie që është kërkuar dhe është financuar nga amerikanët. Që kur është e shëndetshme që kryeministri apo kreu ekzekutivit një shteti të ndërhyjë apo të komentoj një pushtet tjetër totalisht tangencial me ato. Takohen vetëm për të ruajtur mos keq funksionimin e një pushtetit mbi një tjetër. Po që të dalë ekzekutivit ta trajtoj gjyqësorin si të palishëm, kjo është të vendosësh kujen. Literalisht, ta heq sarkazmin e gjitha merat. Po të dali presidenti Amerikan dhe të thojë gjykata federale është e palishme, në Amerikë, pas asaj deklarate, ndodhin luftë civile. Marrin armët ata zotrin atje, rednegat. Ne, po flasim për njerëz me nerv. Jo me nerv, jo me... Dhe me dignitet. Sepse e kanë shumë të shenjë dignitetin kombëtar. Ata e duan vendin e tyre. Tani me dal kryeministri jon, i cili nuk është i përjetshëm, fatmirësisht për neve, fatkeqësisht për ata. Po. Dhe ti thoj gjyqtarëve, juve doni të rrisni rrogën, po ç'a keq ka që gjyqtari të dojë të rriti rrogën. Është shumë herë më e mirë sankcionohen kod penal që çfarë do lloj vjedhje apo intimidimi apo lloj gjëje quhet tradhti kombëtare edhe çoj edhe rrogën 15 milionë, po kur ja çon rrogën 15 milion nuk zën më se i kërkon llogari për ato merimangat e dosjet që i stivojnë. Se kanë ngelur një gjyqtar për 7000 dosje. Edhe më shumë base. Tani ka njerëz që normën e leximit e kanë 1 minutë në muaj dhe i lexojnë apo si lexojnë 2 faqe në vit. Tani ti prezumon që me 3 milion lek të vjetra një gjyqtar të marri 800 dosje dhe t'japi drejtësi për 3 milion lek, pra ti pretendon se një gazeti do gjesh vërtetën për 300 lek të vjetra? Se pyetje fundamentale kjo. Nuk besoj, po. Pikërisht pra, jo ti si qytetar pra. Në debatin qeveri-gjyqtar, apo Rama, le të themi, se kemi vetë kryeministrin Rama gjyqtar, duket se kemi një duel publik. Ish gjyqtar në gjykatën e apelit, Shkëlqi Mustafa, faleminderit që pranuat. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat të studios tuaj. A ke një koment në lidhje me këtë situatë? Atëherë, çdo situatë nuk është produkt i momentit. Ka një zanafill të kahershme. Po. Në morinë e ligjeve që u miratuan për reformën e mbrapsht në drejtësi, ishte edhe ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor apo ligji për pagat. Dhe çfarë ndodhi? Kjo situatë është pikërisht sepse paga e gjyqtarëve dhe prokurorëve të përjardhur 10% e kryeministrit, 5% më pak e presidentit. Po, është përcaktuar, po është bërë pa llogari, pa hesap për efekt të buxhetit të shtetit. Sot i konverton debati i kryeministrit me faktin që ai është subjekt i një gjykimi që ka hapur në gjykatë kushtetuese. Edhe duket sikur janë të dyja paralele, domethënë. Por në fakt, kjo është pjesë tjetër dhe mund të kenë lidhje sepse në Shqipëri ka shumë tendencë që gjërat të merren nga zgjidhje teknike të hidhen popullit, populizmit, dhe drejtësia gjithmonë është shndruar në drejtësi populiste, që është armiku kryesor i një regjimi juridik. Armiku kryesor, do ta nxjerrësh drejtësinë jashtë funksionit, ktheje populiste. Dhe siç ka qenë në vitet 40-50 që populli është nuk është batutë, është e vërtetë që në një gjykim nga këta tradhtarët që konsiderohet të regjimit në vitet 50, prokurori atëherë konkluzionin përfundimtar quhej pretens. Gjithë ndërmarrjet punojësit gjithmonë mblidheshin jashtë oborrit me autopolant jashtë jepej gjyqi dhe gjyqtari i thot prokuror, pretensën çfarë kërkon? Ç'kërkoj unë, tha prokurori, po, ja ta them unë, tha, hapi dritare, populli thoshte kriminalet në litar, unë kërkoj që thot populli, tha, të varen. Kjo është historie vërtet, po në këtë rast ka kuptimin simbolik. Kalimi i debatit juridik në populizëm
siç është kjo problemi pagave, që po evidentohet që pse gjyqtarët kërkojnë këto paga, faktikisht është problem teknik i pa menduar mirë, i pa studiuar në aspektin e një fizibiliteti financiar, kapacitetit të buxhetit shtetit, nëse është e tillë. Pra, nëse shqetësimi i kryeministit është i tillë vërtet, që mund të kem dyshimet e mia që mund të jetë për të eklipsuar momentin që ka gjykata kushtetuese, e cila po dal pak nga tema, për ta përmbledhur mos u hallakatur në të dyja, ligji kudo në shtetet të tjera ka gjykata, s'ka gjykata speciale apo po gjykata po i themi specifike. Gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm është një gjykatë që gjykon dhe çështje civile, penale, gjëra dhe penalet nuk i zgjedh apo civilet. Pra do ketë larmishmëri subjektesh, çështjesh, gjërash. Gjykata e SPAK-u, po themi gjykata e posaçme, kanë krimin organizuar, zyrtarët e lartë, vetvetiu, këta janë të përgatitur do të kenë dhe e kanë deri tani një lloj imuniteti që subjektet që do të gjykojnë janë funksionar të lartë, janë krimi organizuar dhe do bëjnë punën në tyre ndaj gjykatës, ndaj mbrojtja e tyre, do jetë shumë, pra do kenë një lloj presioni, një lloj sulmi, po themi. Po kështu gjykata kushtetuese e ka specifike, ka VKM-t, ligjet, e ka subjekt gjithmonë, pra ajo do gjykojë gjithmonë qeverinë. Dhe ajo duhet jetë imune dhe duhet të disponoj sepse është përditshmëri për të. Po, a kanë të drejtë? Dhe të kthehemi tek pagat. Tani, sepse ky e trajton pikërisht pa i thot, e pash sot disa deklarata që shikoni ta di populli që këta kërkojnë kaq lek. Ai e trajton me përbuzje, është më rënd se kaq. Pikërisht. Pra ai thot, më thën, e ka lënë popullin e varfër, i drejtohet atyre njerëzve që i ka lënë të varfër në mirë qendje të munguar, dhe i thot, e shikon këta, juve voni për buk, ta duan rritë rrogash, hapni sindikat. Unë po kthehem se besoj se e merr përgjigjen thjesht në analin teknik juridik. Po. Ligji ka parashikuar një skemë të tillë, rrogash, dhe nëse ti rrit pagën kryeministët apo një deputet, vetveti u rritet, gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore, sepse me idenë që ne po bëjmë një gjë të re, të madhe, të mirë, të pa parë më njëherë, futen ca formula pagash, pa menduar efektin zinxhir që është ligjor. Në rast se buxheti i shtetit nuk ka mundësi, apo ka probleme tjera, s'ka nevojë të bëj debat me gjykatën kushtetuese, riformaton ligjin, ndërton ligjin e ri, e voton, dhe thot, pagat e gjyqtarëve kanë këtë skemë, këtë formulë. Proporcionaliteti me pagat e tjera apo gjërat e tjera është gjë tjetër. Unë e njoh jashtëzakonisht mirë drejtsinë greke. Kam punuar prej 15 vjetësh Gjirokastre, kemi pas shumë kontakte me gjyqtarë gjitha niveleve greke. Kemi sjell dhe delegacione të kohës të gjykatave të tjera. Është e vërtetë që diku te 3.000 deri në 5.000 euro është paga e gjyqtarit në Greqi. Në Greqi. Nuk është ngarkesa e tillë. Nuk janë kushtet e punës të tilla. Ndërtimi i gjyqësorit nuk është i tillë, por keni parasysh një gjë. Greqia është vendi më i kritikuar nga BE-ja në raport me parafrimin e licitacionit dhe në nivelin e gjykatave. Po. Dhe në aspektin e sëmundjeve korruptive apo gjërat e tjera që ka gjyqësori, e them me bindjen time personale që edhe para reformës Shqipëria ishte më lart se Greqia dhe Italia. Edhe para reformës. Edhe para reformës, po edhe sot mund të jetë aty me Greqinë. Ama ka një gjë që koncepti i shtetit formues midis shteteve dhe popujve bën diferencën. Në Greqi askush se di. E di kush e zgjedh kryetarin e gjykatës lartë? Kryeministri. Dhe vjen kryeministri tjetër as se mendon që e ka për kompetencë një gjë të tillë. 20 vjet shkallëpar që të vesh në apel, 12 vjet në apel që të vesh në gjykatë lartë, Aeropagus në qendrën greke. 57 vjet është mosha minimale, se 25 lejohet gjyqtar dhe 32 vjet punë është më i riu që shkon në gjykatë lartë. 32 vjet punë më i riu që shkon në gjykatë lartë. Po, është 20 vjet shkallëpar dhe 12 në apel. Nëse në rajonin e Patras janë 5 gjyqtar që kanë mbushur 20 vjet dhe në apel janë 3 vende të lira, shkojnë 3 më të vjetrit, 2 tjerët marrin pagën. Nuk është ky rregull për apelin për gjykatë lartë. Dhe në Shqipëri, ja shikoni tani krahasimin. Mund të jesh një pedagog, një jurist, që se marr kur me gjyqësorin, shkon e futesh gjykatë kushtetuese për të kthyer, për të futur vazhdon prap sistemin.
Pra, të merë vingji të ngre në katin e 27 edhe ti pastaj do kthesh që nga duke zbritur të futesh gjyqësorit. Kjo gjë nuk mund të krahasohet me shtetet e tjera se kanë skemen e tyre, buxhetet e tyre apo gjërat e tjera. Për mendimin tim, gjyqtarët kërkojnë zbatimin teknik të një me asa diun, shoqatat e gjyqtarëve për pagën kërkojnë zbatimin, interpretimin teknik, juridik të skemës pagave. Më duket i pa vend si avokat, mund ta them si jurist, debati i kryeministit për pagat. Qeveria, Se ku mund të kishte vend debati i kryeministrit me gjyqtarët? dëgjoj, mund të ndodhemi në një situatë tillë. Ky ligj ishte një ometim, një gabim i ndërtimit të ligjit në momentin që u bë ligjet e reformës në drejtësi për pagat. Pa. Dhe mund të ndodhemi, po i bëj hipotetike situatat, se nuk jam marrë me këtë analizë, sepse është analizë financiare. Po e ka bërë kërkesën që në mars, dhe në dhjetor, Pak rëndësi ka se kur, pak rëndësi. E rëndësishme është që kërkon zbatimin e ligjit duke marrë një formulë financiare. Pse dy standarde? Jo, nuk janë dy standarde fare. Nga qeveria po flas. Jo, unë po them këtë. Okej. Ta supozojmë sepse kjo do një analizë më shumë financiare se sa ligjore. Nuk i hyjmë asaj. Jo, kjo që po them tani. Supozojmë që vërtet kryeministri ka shqetësim disproporcionalitetin e pagave të gjyqësorit me zyrtarët e tjerë shtetëror, dhe pa fuqinë financiare për të përballuar këtë faturë. Po,